Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Murselat, zbritur në Mekë, ajete 50. Përmbajtja e surës El Murselat. Është e njohur se kjo sure ka zbritur në Mekë, por sipas disa dietarëve, ajeti 48 i kësaj sureje ka zbritur në Medinë. Ata nuk kanë përmendur ndonjë argument për këtë çështje, nëse fjalët ruku dhe namaz të përmendura në këtë ajet janë shkaku i këtij përfundimi. Kjo nuk duket e saktë, sepse që herët myslimanët falnin namaz në Mekë dhe binin në ruku. Sidoqoftë, çështjet kryesore që janë trajtuar në këtë sure janë për kiametin, për kërcënimin dhe paralajmërimin e përgënjeshtruesve dhe mohuesve. Gjithashtu, veçoria e kësaj sureje është se ajeti atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan, është përsëritur 10 herë dhe në secilën herë pas një çështjeje të re. Pasi përmend betime na informon për kiametin dhe ndodhit e rënda dhe të vështira të ringjalljes, në vijime përmend po këtë ajet dhe thot, atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan. Pas kësaj trajton çështjen e historisë tragjike të popujve të kaluar mëkatar, më pas përmend disa nga karakteristikat e krijimit të njerëzit. Në hapin e 4 diskuton për një pjesë prej të mirave të Allahut në tokë, në hapin e 5 jep shpjegime për një pjesë prej dënimeve të përgënjeshtruesve. Gjithashtu në secilin hap sjell një çështje ndërgjegjësuese e tronditës dhe e përsërit po këtë ajet, atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan, madje në një pjesë të saj u referohet edhe begative të xhenetit që janë në pritje të devotshmëve e të drejtëve. Paralajmërimin e shoqëron me përgëzim dhe kërcënim. Pavarësisht kësaj, kjo përsëritje të sjell në mendje përsëritjen e disa ajeteve të surës Ar-Rahman, me ndryshimin se atje flitej rreth begative, kurse këtu përgjithsisht flitet për dënimet e përgënjeshtruesve. Për zgjedhja e emrit Murselat për këtë sure është bërë për shkak të ajetit të parë të kësaj sureje, mirësitë e leximit të surës El Murselat. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: ai që e lexon surën El Murselat, për të do të shkruhet ai nuk është prej politeistëve. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë: ai që e lexon këtë sure, Allahu do ta njohë atë me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, do ta ringjallë me të. Padyshim, ky shpërblim dhe kjo mirësi është për ata persona që e lexojnë atë, meditojnë mbi të dhe e praktikojnë atë. Në një hadith tjetër thuhet se disa nga shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ju drejtuan atij: o i dërguari i Allahut, sa shpejt janë shfaqur shenjat e plagjes të tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj: mua më kanë plakur suret Hud, Waqia, Murselat dhe An-Naba. Duhet të kemi parasysh faktin se në suret e përmendura më lart është pasqyruar gjendja e kiametit, çështje tronditëse dhe të frikshme të asaj gjykate të madhe. Këto kishin ndikuar në shpirtin e shenjtë të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Është e qartë se leximi i kësaj sureje pa meditim, persjatje dhe pa praktikim nuk mund të sjellë ndikime të tilla.